A i dinje pse nuk ke para, por edhe ti që ke para dhe ke boshllëk në shpirt dhe pavarësisht se kujtove se do kishe siguri ose shëndet, diçka nuk shkon mirë me ty. Dhe ti që do të bësh para dhe përpiqesh lodhe shumë dhe nuk i ke, e di pse nuk e ke. Do të them sekretin. Ja Merita Cake, terapiste energjetike, mentore, shkrimtare, trajnere, mësuese e shumë metodave të ndryshme të zhvillimit personal dhe zgjimit kolektiv. Në qoftë se edhe ty të ndojnë të gjitha këto pyetje pse nuk kam para, çfarë duhet të bëj, je në kanalin e duhur, në vendin e duhur që të mësosh. Jam këtu për ty që të intereson të ndryshosh veten tënde, të kthehesh tek vetja jote, të lirosh frikrat, të lirosh emocionet që i ke si njeri, se shpirti di shumë gjëra të tjera dhe je në vendin e caktuar që të bësh evolimin tënd shpirtëror, ndërmjet terapive të ndryshme, metodave të ndryshme, të librave dhe metodave shërimi që janë në Shqipëri, si një nga metodat e lirimit të frikrave, që është simboli i mrekullive nga botimet Living. Mund ta kërkosh dhe për më tepër mund të më shkruash në telefoni 0030 699 321 46 37, më shkruaj në WhatsApp, Viber dhe Telegram. Dhe tani më ndiq për ndërmjet një përale për të liruar emocionin e pasigurisë shpirtërore, që është ai emocioni kryesor që nuk të lejon që ti të ndjesh sigurinë financiare dhe të sjellësh paratë dhe të jenë të qëndrueshme. Ta thash dhe atë sekretin që pse nuk e para ose kur i ke, gjen mënyra ti largosh. Gjithashtu ka dhe frikën e braktisjes, frikën e vetmisë aty brenda dhe ndaj ti bën sabotazh vetes tënde dhe nuk bën më tepër se prindrit dhe paraardhësit. Për të gjitha këta ka zgjidhje, se kam metodat e përshtatshme për çdo njeri dhe çdo grup që mund të të ndihmojnë. Në qoftë se je interesuar, mund të bësh pjesë e grupit të çdo të entet që është falas, gjithashtu mund të të ndihmoj me mënyra të ndryshme, akoma dhe me një libër që të kesh ndryshim në jetën tënde. Tani do të lexoj një nga prallat që kam shkruar, 365 plus 1 pralla për fëmijën tënde të brendshëm dhe për fëmijët e tanë që t'i lejojmë të ndjejnë emocionet dhe të kthehemi tek vetja. Gjithçka bëhet për një gjë, që ne të kthehemi tek vetja dhe të sjellim harmoninë brenda nesh, dhe kur ne kemi harmoninë brenda nesh, do ta shfaqim dhe jashtë dhe të gjithë kolektivi. Kështu do shrohet dhe nuk kemi nevojë të kërkojmë sigurinë tek persona të tjerë, por kur ne kemi gjetur sigurinë brenda nesh. Dhe pralla tani quhet pralla e shtëpisë të brendshme, që ka të bëjë me emocionin e sigurisë shpirtërore. Ishte një herë një fëmijë që udhëtonte në përbot duke kërkuar një shtëpi. Jo një shtëpi me mure e çati, por një vend ku zemra të mos kishte frikë. Fëmia trokiti në shumë dyer. Disa dyer ishin të zhurshme, disa të ftohta, disa premtuan shumë, por u mbyllën shpejt. Dhe lodhja filloi. Fëmia filloi të lodhej. Jo nga rruga, por nga mungesa e sigurisë. Një ditë u ul në një pemë dhe qau. Dhe aty dëgjoi një zë të butë që i tha: "Pse po kërkon jashtë atë që nuk e ke ndërtuar ende brenda?" Fëmia mbylli syt dhe për herë të parë nuk u largua nga ndjenja, e la frikën të fliste, e la dhimbjen të tregonte,
historinë e saj. Dhe atëherë ndodhi diçka e thjeshtë por e shenjtë. Brenda tij u ndes një dritë e vogël, jo për të zhdukur dhimbjen, por për ta mbajtur atë. Kështu lindi shtëpia e brendshme, aty ku fëmia u bë i sigurt, por edhe pse bota jashtë nuk ishte perfekte. Sepse siguria shpirtërore nuk është mungesë stuish, është një vend i brendshëm ku ti nuk braktis veten. Këtë dua të them ndërmjet kësaj pralle, me dorë në zemër, dhe shikoje, dhe lexoje, dhe dëgjoje shumë herë, dhe të shikosh ku ti nuk ke siguri shpirtërore. Dhe kur nuk e ke atë, mos prit të ndryshoj asnjë gjendje. Dhe këtu prap do të prezantoj librin Simboli mrekullive, që mund të bësh lirimin nga frika e braktisjes, e pasigurisë shpirtërore dhe shumë frikra të tjera. Gjithçka mund ta bësh vetëm ti. Mesazhi për ty: siguria shpirtërore nuk vjen gjithmonë nga njerëzit, paratë apo rrethanat. Vjen kur unë vendos të jem para vetes time pa kushte, zgjedh veten. Prandaj mesazhi për ty është: nëse je prind, shiko a e ke zgjedhur veten një femër ose mashkull. Se shpeshherë ne kemi lënë tek prindrit tanë, nga nevojët mos i braktisim, mos ngelemi vetëm, e lejmë tek gruaja jonë, tek burri jonë, tek fëmijët tanë, dhe harrojmë veten. Por shpirti të prej të shkosh atje. Dhe kjo është mesazhi te kjo prallë që nuk është parë vetëm, dhe të lirosh këtë emocion. Për më tepër jam këtu të të ndihmoj me metodat e ndryshme dhe ndërmjet seancës personale ose dhe në grupe. Për gjithçka ka zgjidhje, dhe ajo zgjidhje je vetëm ti kur të marrësh një vendim që të kthehesh tek vetja. Jam këtu të të ndihmoj dhe të jap dorën të kthehesh tek vetja, dhe mos u lodh të presësh të lidhesh tek nënat e babait, te prindrit, te gruaja, te burri, të ngjitesh vetëm se vetëm nuk ke atë sigurinë shpirtërore. Ktheu tek shtëpia jote, që je vetëm ti brenda teje, tek zemra jote, aty do t'i gjesh të gjitha. Të dua shumë, të falenderoj dhe shpërndaj këtë video, ta dëgjojnë dhe njerëz të tjerë. Dhe për ata që kanë mundësi, kërkoj një sponsora që të botohet ky libër me të gjitha këto prallat me emocionet, sepse jam e sigurt që do të ndihmoj shumë ty, prind që je i rritur dhe nuk të mësuan të lirosh emocionet dhe t'i pranosh, dhe gjithashtu të lirosh dhe të shërosh fëmijën e brendshëm, dhe ty prind gjithashtu të mësosh fëmijët e tu si të pranojnë emocionet dhe të lirojnë frikrat, dhe ty baba që ke fëmijë që të fitosh më parë sigurinë shpirtërore brenda teje, edhe ta përcjellësh tek fëmijët edhe ty mama së bashku. Dhe dhurata më e madhe që do ta bësh tek fëmijët e tu, ti si prind, bëj atë që kërkojnë ti nga prindrit e tu. Sigurinë shpirtërore, nuk kemi nevojë për lodra shumë, për lek dhe të çojmë në shkolla private, të gjitha dhe ato janë okej, por kemi nevojë për praninë e prindërve, për të qenë këtu jam unë për ty, dhe të dëgjoj kush është frika jote dhe çfarë të shqetëson. Këtë kemi dashur dhe ne të mëdhenjt, këtë duan dhe fëmijët, dhe jam këtu për të gjitha. Ato shkollat, institucionet private dhe shtetërore të ndihmoj në zhvillimin personal dhe kolektiv. Ju faleminderit.